Përshëndetje përsëri shikues të dashur të Pasion e Profesion. Sot jemi në një vend krejt tjetër. Jemi në Dardh të Korçës, ku do e bëjmë një intervistë tek Alpine House. Për më shumë detaje se çka simbolizon këtë vend dhe traditën e këtij vendi, do ndisni një intervistë bashkë me menaxherin e këtij vendi dhe do na tregoj më shumë rreth këtij regioni, por gjithashtu edhe këtij vendi, Alpine House. Jani me mua. Shikues dashur, jemi këtu në Alpine House në Dardh, shumë afër Korçës. Pra, është një vend i cili është malor, është vend turistik, ku mund të shihni edhe përmes pamjeve këtë bukuri kaq të madhe që e ka këtu. Ne do bëjmë një intervistë me menaxherin e Alpine House, Adrian Niçku, i cili do na tregojë më shumë rreth historisë së këtij vendi, që është shumë kënaqësi ta dëgjosh duke e përshkruar këtë vend. E mirëpresim pra edhe është duke ardhur tash me lakrorin, që do e provojmë bashk. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë si u gjetëm, faleminderit shumë për pritjen. Kjo është lakrori tradicional i zonës, të cilën ne me shumë nostalgjie kemi rojtur pa dal nga vlerat e tija. Po me çka është ky lakror? A mundesh më na tregu pak, para se të fillojmë bisedën kështu që edhe ta shijojmë. Të bëjmë një retrospektiv të vogël. Po. Në qytetin tonë ose në zonën këtu, sepse edhe unë jam nga zona e Dardhës, sepse gjyshja time është vajzë nga Dardha. Tradicionalja ka qenë bëhet në saç, është shumë e rëndësishme në saç me shkarpë. Dhe gjithmonë ruhet shija me gjërat e zonës, të cilat janë qepe domate, që është gjithandej, është bulmeti, që dhe bulmeti është i zonës, e bëjmë me ithra, me lëmpjeta, me arme, që është zajreja që ne vëmë në dimër dhe ka një shije shumë të mirë, dhe me kungull. Ne sot për ju përzgjodhëm, për t'ju thënë mirë se ardhjen, lakrorin me ithra, me bulmet dhe me qepe domate, cilët ka një shije të paparë. Unë po e marr, po e provoj këtë me hithra. Po, dhe unë me kënaqësi do ta shërbej. Faleminderit shumë, është kënaqësi shumë e madhe të jemi këtu në këtë vend të mrekullueshëm. Edhe ndoshta na tregon më shumë rreth fillimeve të këtij vendi edhe rreth historisë së Dardhës. Sepse ndoshta edhe ka shumë prej shikuesve të emisionit Pasion e Profesion që nuk janë në dijeni për këtë vend, që mund të vinë dhe të shijojnë edhe sportet dimrore, por gjithashtu edhe natyrën e mrekullueshme këtu. Të bëj një retrospektivë. Unë jam qytetar i Korçës, por edhe nip në fshatin e Dardhës, pasi mamaja e babait tim është vajzë nga Dardha. Unë gjithmonë kam punuar në këtë sektor, në marrëdhënie me shërbimin, në taverna, në restorante, në qytetin e Korçës, dhe kohët e fundit më është afruar posti i drejtimit të punës në kjo tavernë, e cila ka pak kohë që është krijuar, pasi pronarët e ambientit kthehen nga emigrimi me dëshirën e mirë për të zhvilluar këtë aktivitet që është nga më të mirët në marrëdhënie me kulturën dhe ruajtjen e traditës së zonës. Zotrinjtë që kanë investuar këtu janë nga fshati Bobosticës, të më falësh, janë autoktonë, kanë punuar në emigrim si gjithandej shqiptarë dhe në vitin 2000 menduan dhe investuan gjithë kursimet e tyre në këtë plajë të bukur që quhet plaja e plasotëve ose rruga midis Bobosticës dhe Dardhës. Është një vend shumë i mirë, si nga pamja, por edhe nga mënyra se si kemi munduar ta interpretojmë marrëdhënien e shërbimit. Që do të thotë, ruajmë traditën me shumë nostalgji. Kush është tradita? Tradita është lakrori, është zajreja e dimrit, janë petkat. Dhe kuzhina që në marrëdhënie me mishin apo me sallatat janë të gjitha të bagëtisë së zonës dhe të ekonomisë ndihmëse që ka krijuar biznesi këtu. Taverna ka pak kohë që ka filluar aktivitetin, rreth 7-8 vjet. Ka pasur vështirësitë e saj sepse mungojnë
mbase edhe infrastruktura mungonte në fillim, duheshe investuar qik në rruga, duheshe investuar sa më shumë në marrëdhënia, se çfarë bëjmë ne këtu dhe çfarë i afrojmë popullit gjithandej, kemi krijuar një klientelë shumë të mirë, të cilët asnjëherë nuk na tradhojnë, gjithmonë sa herë janë vizitorë në qytetin tonë, na preferojnë që ne të vinë të provojnë ushqimet tona të mira. Po çfarë ju motivon që të vazhdoni këtë punë? Tash sa kohë, sepse ju merreni me këtë punë që unë personalisht kam vite që punoj Po. në marrëdhënie me restorantet dhe tavernat, po familjarët që kanë investuar këtu kanë menduar që biznesi zhvillohet gjithmonë në vendin tënd dhe kushtet janë të shkëlqyera. Këtë e kanë ndihmuar edhe çik natyra, për zonën malore shumë të mirë që është, për klimën shumë të shëndetshme, edhe për gatimet e shkëlqyera që janë tradicionale, është shumë e rëndësishme kjo, nuk dalim dot nga marrëdhënia Po na tonë. tregot se çka tjetër mund të bëjnë të gjithë ata vizitorët që vijnë këtu, përveç që të shijojnë ushqim tradicional me shumë shije. Na tregove pak më herët mbrapa kamerave që ka qenë dhe është ende një Zona zonë ose skimi. fshati Dardhës ka qenë dikur ka qenë një pikë turistike, atje ka pasur edhe një kamp punëtorësh, të cilët vinin punëtorë që bënin pushime nga të gjithë trevat e Shqipërisë. Me kalimin e kohës dhe me ndryshimet demokratike që erdhen në vendin tonë nga një vend diktatur, unë mendova që të investohet në këtë aspekt sepse ka shumë kushte ndihmëse. Druri i zonës është shumë i mirë, uji është shumë i mirë, ajri është shumë i mirë, kullota është shumë e mirë. Dhe për të mos e humbur edhe mbas edhe traditën që kanë vetë pronarët e këtij ambienti, sepse janë banorë të zonës dhe janë marrë gjithmonë me bagëtinë, investuan kursimet e tyre në këtë lloj taverne, të cilën e kanë ndërtuar karakteristike siç e shikon me murin e gurit, me vatrën, me marrëdhënien midis njerëzve në marrëdhënie me ushqimin të anë të ruajnë traditën. Po, na trego pak diçka për pjesën e skijimit këtu, për gjithë vizitorët që dëshirojnë edhe të vinë të shijojnë edhe skijimin që është pjesë e këtij vendi të Dardhës. Zona këtu afron një dimër shumë të mirë dhe detyrimisht në momentin që ne kemi dëborën, kemi edhe pushtohet rëndësi të shumë të veçantë edhe alpinizmit. Dhe në këtë rast, njerëzve që janë pasion baskive. Diku afër këtu, nga ambienti tonë, është një pistë të skish e cila ka qenë ekzistuese dhe është rojtur në traditën e kohës. Kur ti mendon për të bërë një fundjavë në qytetin e Korçës, është zgjedhja më e mirë. Sepse ke shumë avantazhe. Ke klimën, ke cilësinë, ke ushqimin, ke pastërtinë dhe duke menduar në idenë time, po insistohet edhe nga qeveria vendore që këtu të bëhet edhe një pistë skije shumë e madhe në zonën e Nikolicës, sepse ka shumë fshatra shumë të mirë nga ana dimërore, për shumë kushte klimaterike që ndihmojnë. Dhe tek e fundit njeriu ka një marrëdhënie, do vej, do shijoj një diçka të mirë, po do të shijoj dhe do bëj dhe ski mbase. Po patjetër. Edhe Bearja është shumë i ndihmë, kemi një vend që ne fati na ka ndihmuar në këtë vend ku jetojmë të bekuar, të kemi 2000 orë diell në vit, që jemi nga shtetet më të pakta. Plus që gjysmën e vendit tonë është Bregdeti dhe gjysma është malore. Dhe qëllimi është që të investohet në turizëm dhe në njohja e vlerave të këtij vendi. Po sa ka kosovarë që e vizitojnë këtë vend? Gjithashtu si fton të gjithë ata që po ndjekin emisionin Pasion e Profesion që të vinë këto? Kemi shumë miq nga Kosova, nga Gjilani, nga Peja, nga Prishtina, të cilët të paktën në idenë time në këto 4-5 vjet janë rikthyer ardhjes këtu nga 2-3 herë në vit. Sipas kushteve dhe mundësive që kanë. Por që kemi një klientel të mjaftueshme, duke qenë se e njohim mirë dhe mentalitetin e popullit të Kosovës. Unë kam pasur eksperjenca dhe të tjera, kam punuar shumë vite në Shëngjin, diku që kam pasur marrëdhënie me ata. Janë njerëz të respektuar dhe shumë të nderuar në këtë ambient. Po se i kishe ftuar te me fjalët e tua, që gjithë shikuesit të vinë dhe të shijojnë, qëndrojnë këtu. Po besoj që të flasim edhe për pjesën e akomodimit pak. Në për pjesën e akomodimit, zona ka zhvilluar një ambient agroturizmi, që do të thotë me bujtina të ndryshme. Por në këtë momente duke filluar nga çik më mbrapa, një javë më mbrapa,
është menduar të investohet për të bërë disa shpiza alpine, të cilat do jenë diku rreth 10 copë, të cilat do jenë bujtina për të ndihmuar fundjavën, duke menduar që ushqimi mirë dhe një akomodim i mirë dhe i thjeshtë në bujtinat malore të zonës së Dardhës është shumë e shëndetshme dhe janë shumë kushtet shumë të mira optimale. I ftojmë të gjithë miqtë nga Kosova me shumë respekt që ashtu siç na kanë respektuar deri tani, ne i mirëpresim të vinë gjithmonë. Janë gjithmonë të mirëpritur dhe gjithmonë të mirë shërbyer. Faleminderit shumë për këtë intervistë, zotri Adrian, dhe tash po shijoj edhe unë lakrorin. Lakrorin e ke me ithra dhe me bulmet. Dhe e gatuar në saç me dupet. Edhe dhallën e zonës, pasi kemi edhe ne pak bagëti. Të bëftë mirë, faleminderit dhe për këtë intervistë dhe shpresojmë që biznesi të zhvillohet, njerëzit të kthehen në këtë vend sepse ka shumë rekurse për të investuar dhe për të punuar. Ka shumë ambient. Ishte kënaqësi shumë e madhe që jemi këtu, edhe të shijojmë edhe ushqime tradicionale, por edhe këtë pamje edhe këtë ajër kaq pastër. Mund të them fantastik. Faleminderit shumë edhe një herë. Mirë se të vish.